Përshëndetje Shpirtën Evolucion. Sot do të jap falas një terapi nga letrat e kryengjëllve dhe engjëllve dhe spirat që do të ndihmojnë të dalësh nga zhgënjimi, mosbesimit të vetja jote dhe mosbesimit të njerëz të tjerë. Për të gjithë ju që ndodheni në këtë moment në një zhgënjim të madh të vetes tuaj, të jetës tuaj, nga gjendja ekonomike, nga gjendja shpirtërore, po ndjeni që të gjitha këto spirat të kalojnë në aurën tuaj. Vetëm pranojeni dhe më shkruani çfarë do ndjeni. E para, do të thotë çfarë ndodh në këto momente që ti je i zhgënjyer. Është letra e parë, është lirimi nga një sistem dhe bllokimi i familjes tënde. Atë që them 14 breza mbrapa. Do të thënë çfarëdo që ndodh, nuk është jotja, nuk është joti, është nga familja dhe paraardhësit 14 breza nga mbrapa, por ti e ke të regjistruar në qelizën tënde. Kjo do të ndihmojë që ti të lirohesh nga ky rreth. E dyta është kush është shkaku? Shkaku që ti do lirohesh nga kjo, të lejosh të lirohet çdo lloj mendimi, çdo lloj gjëje që s'është ëndja dhe ta lirosh, shikoje, e dërgon në univers dhe ndjej sikur të tërheq si një dritë që i tërheq të gjitha mendimet e tua. E treta është çdo gjë do ndihmojë të lirohesh nga të gjitha bllokimet shpirtërore që ke patur deri tani ti, paraardhësit e tu, prindrit e tu. Të gjitha këto bëhen sepse ti tani ke filluar të zgjohesh dhe do fillosh një njohje të re dhe ëndërroje sikur gjëra të reja po vijnë tek ty. Dhe gjëra të reja është akoma dhe kjo terapi që po vjen tek ty të bësh ndryshimin tënd. Të gjitha këto bëhen që ti të mësosh mirësinë tënde dhe të kthehesh tek vetja jote. Dhe shkojmë te tjetra. Kryengjëlli Razil, ti sot në ndihmën e këtyre spirave ndihmon veten tënde të bëhet zhdukja e të gjitha sistemeve dhe programeve dhe mendimeve të ndryshme që kem patur deri tani dhe je zhgënjyer. Dhe për këtë do të ndihmojë Zoti Universi. Shikoj veten tënde, ti jesh në ngjyrë të verdhët, ngjyrë ari dhe ngjyrë lela dhe tërë trupi tënd të jetë në drejtë. Gjithashtu, këtu do të ndihmoj kryengjëlli Zafriil dhe erdhi ora për ty që ti të lirosh çdo zhgënjim, çdo mosbesim që ke patur deri tani. Kryengjëlli Uril vjen tek ty me ngjyrën portokalle, të ndihmojë që ti të fillosh të krijosh dhe të lejosh veten të gjitha ato ëndrat që dëshiron të realizohen. Dhe kryengjëlli Gavril të ndihmon që ti të vesh çdo gjë, çdo qëllim, atë që dëshiron ti për jetën tënde, por vetëm për veten tënde, duke mos u përfshirë në keqardhë dhe të ndihmosh të tjerët. Shkruaj sot se është ena e re, të gjitha qëllimet, çfarëdo dhe si shikon jetën ti që sot e tutje. Dhe kjo e fundit është të gjithë, do të thënë e ardhmja që do vijë për ty, në qoftë se ti pranon çdo gjë për veten tënde dhe kthehesh te vetja jote, një energji e re e jetës po vjen drejt jush. Po i dërgoj të gjitha këto te të gjithë ju që do ta shikoni sot dhe kurdo që ta shikoni në atë gjendje që jeni për të liruar mosbesimin tek vetja juaj, te të tjerët dhe zhgënjimin që keni patur deri tani. Dhe mos harroni se zhgënjimi juaj nuk ka qenë juaj. Më shkruani, mbyllini sytë tani dhe shikojeni që po i dërgoj të gjitha këto spirat si energji tek ju të vinë të gjitha bashkë si një terapi e bukur dhe më shkruani si do ndjeni dhe sa të çliruar mbas kësaj energjie. Tani po shkruajmë, po ju dërgoj energjinë e parë, lirimi nga sistemet dhe bllokimet
që janë të paraardhësve nga Engjëlli Mbrojtës. Ju dërgoj kryeangjëllin Zakliil, lirohu dhe jep çdo gjë që s'është e jotja. Të dërgoj kryeangjëllin Raziil, liro të gjitha bllokimet psiqike shpirtërore. Tagma Eksusies Elohim, do më thënë kalezma, do më thënë fillim i ri për ty, dhe Zoti është pranë teje. Kryeangjëlli Zafiil merr një ori të reja nga jashtë brenda, futi, duaje veten, sillu me mirësi tek vetja jote. Kryeangjëlli Raziil të largojnë të gjitha bllokimet dhe programet që nuk janë të tua. Tagma Qiriotës, Zoti universi është me ty, po të dërgoj dhe shkoj që je në dritë. Kryeangjëlli Zafiil, erdhi ora që ti të bësh ndryshimin dhe në këto momente që po e merr këtë energji. Kryeangjëlli Nuriel të jap çdo gjë, në di veten në ngjyrë portokale, në energji portokale tër trupin, dhe fillo krijimin dhe bëj ëndra të bukura. Kryeangjëlli Gavriel, bëj ëndra për të ardhmen tënde dhe shkruaj sot të jesh i qartë çfarë pikërisht do. Shkruaj sikur e ke bërë. Kam këtë që kërkon, jam e lumtur, jam i gëzuar, çfarë do tjetër. Dhe e fundit, po të dërgoj nga Tagma Froni që nurja energja Zois. Do të thënë një energji të rejete. Shikoj dhe njerë, ndaloj videon, të shikosh dhe ndjeji këtë energji të vinë tek ty. Shpërndaj këtë video dhe në njerëz të tjerë, besojeni se ndihmon shumë dhe më shkruani si ndiheni mbas kësaj terapie, a ndiheni të çliruar. Po gjithmonë kur besojmë, ju uroj gjithë të mirat, ju dua shumë dhe të gjithë bashkë mundemi.